nuk të marrë dot përsipër. Pra këto takimet që ka pasur Macronin ja kanë nuk ta zgjidhim dot hallin. Halli jote është bërë toksik. Pse? Se ka çorodit ushtaraki gjithë Europën. Të bësh bazë ushtarake izraelite në Shqipëri. Ma gjenon çfarë puçre pas ka qenë ky Edi Rama. Ky është gati jo bazë ushtarake, me bazë alienësh bën ky po t'i vinë. Vetëm na shpëtu nga ne. Problemi është që në gjithë të format, në gjithë të logjik, mos harroni që nuk ka Europë. Ka shtete që kanë interesa të ndryshme. Jo miq, interesa. Kur të kuptojnë shqiptarët që nuk kanë miq, po vetëm interesa. Po për këtë e kam pra unë mendoj që ata që mbajnë flamurin amerikanës të Europës ose shteteve të Europës aty e kanë për këtë gjë, për çështjen e miqësisë, se shqiptarët gjithmonë janë lidhur me pjesën e miqësisë. Ore ti ke hall se si e maj flamurin, si e tund, po le këto, po çfarë rëndësi ka si e maj punën si merret? Nëse na duhet si e bën ti, si dukesh se e ke bërë ti. Kush po pyet për aktorin se si po e bën? Punën si duket si po e bën. Jo se që motiv ka bërë që ta bëj. Ma kuptove. Edhe kur ai thot me zë që thot ne aleatëve tan, miqve tan amerikan i bën thirrje që të hapin thën kokën. Kjo është gjua diplomatike. Ne populli shqiptar meritojmë një qeverisje tjetër dhe i bëjmë thirrje aleatit ton që të mos mbrojë këtë rrëqen ton. Ka vite që e thonë që ktheni kokën tek ne, meritojmë një qeverisje tjetër dhe gjithmonë kemi pas qeverisje që kanë dashur ato. Kemi pas shumë vite. Po ne me vonesë morëm për juridikimin, si ç'a lore është bërë. Kemi pas shumë vite një politik totalist kapur, ku ishte një më pika ndar për gjys. Apo. Është era e parë në 36 vjet që shqiptarët kanë dalë si popull kundër sistemit politik partijak. Apo. Për një protestë me slogan të pastër sovranist dhe patriotik, Shqipëria shqiptarëve, vdekjet rretharëve, Shqipëria nuk është për të shitur. Dhe në këtë format ti s'mund bësh asnjë krahasim me të shkuarën, se ti s'ka asnjë gjë të ngjashme me të shkuarën. Pra ku kanë dalë ne shqiptarët kundër sistemi politik? Ke pati ndonjëherë? Hera e parë. Pra ti nuk mund të thosh mua që të njëjtën gjë kanë bërë. Jo, ka ndryshuar loja. Kur flisin dikur, flisin njerëz që merren me politikë. Sot vetë populli tha. Kjo është diferencë e madhe. Ti aty nuk ke më partiakët në lojë, apo? Ti ke njerëz. Natyrisht dikush ka influencë tu, dikush është pjesë e diçkaje atje, dikush tu, dikush aty. Kështu jemi gjithë shqiptarë, dikush rinj, jemi gjithë përndam jemi. Ne i fiz gjën ca majta ca djathtas, apo jo? Ca të veshur policia i gjen të veshur protestues. Më kupton logjikën. Pra, ti ekziston në një realitet shumë të pastër, shumë të qartë, që kjo protestë po krijon mesazhe të fuqishme në Europë. Të thoshte Rama do ndryshoj ligjin e investorëve strategjik. Do ndryshoj paketën e maleve. Kur i bota e këto dikur? Ku pirthe i farë për shprejme për shqiptarët? Ku i konsideronte? Ata të bëjes, pse po ja kthejnë? Sepse nuk duan të humbasin reputacionin e investuar 36 vjetë në Shqipëri me paret modhe për ndërtuar besimin tek institucionet europiane. Më kuptove logjikën. Pra është kriza e tyre që zgjidh problemin ton, hallet që kanë ata vetë. Dhe Marta Kosi është një pleh përkatës, as ngren as ulgjë. Pse? Po nuk i merr vendimet Marta Kosi. E parë, e dyta. Zëvendëse vetë. Përkundër, shqiptarët po e diskutojnë Marta Kosi. Se i njanshme dhe mjafton ty është materialit saj dhe kupton që është i njanshme. Pra ka të bësh një proces demontimi dhe ndërkombëtar. Pse e lanë asaj dorë ta thonte ajo? Po ajo ka po mirë. Me ligj në Evropë. Po të shohësh mënyrën si është organizuar Komisioni Evropian. Kjo e ka për detyrë, kjo është përgjegjësia për këtë punë. Kjo flet. Kjo është dhënsi. Po tek ku Europa është me Shqipërinë, me Shqipërinë. Kush tha që është me Shqipërinë? Pra. Kjo gjëja, kjo ç'a ndodhi tani më, që ka marrë mesazhin. Po jo për tash. Zës s'kam fol fare. Po ta them edhe herë. Nuk është me ne apo kundër nesh. Nuk është miqësia. Më kuptove logjikën. Janë interes në këtë moment. Interesat gjermane kërkojnë që Rama të qërohet, pra ndër të ndalohet krijimi i trekëndshit Bermudës në Adriatik, që është një koncept i ngjashëm me atë që quhet ngushtica e Hormuzit. E dyta, frika që ishu Sezani, duke qenë ushtarak të përdoret si bazë raketash në kuadër të asaj që quhet opsioni Samson. Pra Gjermania ka interesa dhe kërkon të qërojë Ramën. Dhe përdor realitetin ton si lojë shah. Më kuptove logjikën. Franca nuk ka interes të Rama, po nuk e mbron dot. Pra është neutralizuar. Për shkak se problemi që ka si Rama ushtarake me Izraelin rajon, Franca kanë vendosur me shpatulla për muri, s'është ajo që e bëri. Më kuptove logjikën. Në këtë lloj kuptimi nuk mund të më thush ti mua Evropa. Pse po ti dhe si dhe ka Gjermania,
tjetër ka Austria, tjetër ka Bungaria, tjetër ka Franca, Spanja apo Italia, apo Anglia. Kjo bën diferencë. Kthehemi pak tek marrëveshja në parlament? Ke marrëveshja, si të kalojmë edhe këtë pyetjet. Okej, marrëveshja në parlament është që ne do të marrim nga Amerika një sasi materiali ushtarak, një vlerë diku ke 300 milion euro, që është matur si vlerë e tillë dhe që Shqipëria do ta marrë si borxh për ta paguar nga që si ka këto lekë, kështu ka thënë Rama si kemi. Pse tha Rama si kemi, ta kuptosh? Tha nuk i kemi sepse donte që të merrte parë të tjera nga jashtë, që mos sa gjithë të vetat që ka brenda. Dhe kjo marrëveshje ushtarake me Amerikën ka një seksion që është sekret. Ka të bëjë me llojin e armatimit. 2, ka një seksion tjetër, transportin. E kështu me radhë. Të gjitha këto janë delikate si informacione. Dhe ajo që ka bërë sot Agronshe është një gomar lëk, jo me brirë. Ai është gomar me veshët më të gjatë që kisha pa ndonjëherë. Idiotësi si ajo që ka bërë. Më fal, ke për të bën Zoti lëm shmendjen, edhe të çon diku që t'ia fusësh vetes. Sepse ti duhesh në shkuar, tip karme, më kuptove? Aty ka ndodhur sot aty budallajt. Ai nuk ka certifikat sigurie. Nuk ka. Ai ka të ndaluar me ligj, e ka të shkruar që nxjerrë sekrete shtetërore. E të dhe që është më rëndësishme, e ka bërë me video budallaj. Hapur fare. E ka marrë gjë mediat. Tani ç'a ndodh? Ky njeri se ka gjatë me atë që ka bërë. Si dhe marrëveshje vodhi. A ka një penalitet për te, si Balla kërkon që do dënohet e tjerë që e ka lakuar sot. Tash ç'a ka ndodhur? Kur ta thot Balla. Dokumenti që ka marr Agronshe është sekret. Ka të drejtë ta shohë. Ta lexoj, po ta lej aty në sallë çdo kush ka certifikat sigurie. Agroni nuk ka. E kuptove? Nuk ka. Çfarë do certifikat sigurie? Që ty t'jepet një certifikat virgjërie që nuk e spionazhi dikujt. A është i saktë, a është fake, nuk më intereson fare. Po merr me fenomen tjetër. Po merr me faktin që ky është aq idiot. Sa shkon dhe vjedh një dokument sekret në sallën e komisionit, kur ishte bosh. S'po merrën pjesën që ndoqi dhe urxua dikush, por e mori këtë dokument dhe nuk di ku e çoj. Ai mund të ketë çuar halet, këtë marrë punë. Po s'ka vlerë. Ti e morë. Ai dokument quhet i komprometuar. Tash pyetet çka ka dokumenti brenda. Ka dhe emrin e Amerikës dhe të Shqipërisë. Ktu marron loja, jo fillon. Me dokument sekret amerikan dhe shqiptar, ti e merr dhe e vjedh? Është budallëkër. Është budallëk i madh, sepse ka bërë vetëm ai e di. Asa e di që s'duhet ta bëj. Sepse është sekret ushtarak, të mund ta bëj një gazetar, që mas kohës dhe butet e tjerë. Bravo i qoftë. Po e kalove më gardhin. Nuk kuptove ligjin. Po që se kalon. Pra, koncepti është që a këtu që ka bërë Agroni sot, ai do pendohet të merr si shumë shpejt, se ja ka fut vetes budallaj pasi është vepër penale. Nga sa e erdhi ky veprim aty avokat? Si është si gjë do? Njerëz të dëshpëruar bën veprime të dëshpëruara. Ky është mesazhi. Njerëz të dëshpëruar bën veprime të dëshpëruara. Ai është njëri i dëshpëruar. Ngriti gjithë atë parti si biznes, me shumë parë, me shumë lidhje, me shumë gjëra. Në një moment e kuptoj që në atë protestë është kot fare. Asnjë punë as drejt. Si tjetër ai, si mos i taj çdo është. Asgjë s'ndodh, zero. A mendon se do të merret një mas për të? Nga kjo gjë që ka bërë? Ç'a bëri? Me këtë gjë që është të shkelin që bëri, me marrën e këtij dokumenti që iku. O vlla, ky e ka bërë vetes. Ja ka bërë vetes. Po punë është në gadillën e tjerë thua. Unë mendoj që ky as ngren as ulgjë. Sinqerisht, as ngren as ulgjë. Si ta bëj, si mos e bëj gjën, është problemi i tij.